Përshëndetje miq. Sot do t'ju tregojmë një histori tronditëse dhe njëkohësisht prekse, që tregon deri ku mund të shkojë një grua për të shpëtuar familjen e saj. Në një fshat të varfër, një vajzë e re, e rritur me sakrificave dhe vuajtjeve, përballet me një zgjedhje të pamundur. Ose familja e saj humb shtëpinë për shkak të borxheve, ose ajo pranon të shitet si nuse tek një burr që nuk e njeh, vetëm për të shlyer detyrime. Por ajo që fillon si një akt dëshpërimi, do të kthehet në një rrëfim të fortë për dinjitetin, dashurinë dhe dhimbjen e një gruaje që u detyrua të flijojë vetveten për të mbajtur të bashkuar familjen e saj. Ajo quhej Elira, një vajzë e qetë, me sy të butë dhe zemër të madhe. Jetonte në një fshat të vogël malor, ku jeta nuk ishte e lehtë, por dashuria dhe përkushtimi ndaj familjes e mbanin gjallë çdo ditë. Babai i saj kishte marrë një borxh të madh për të ndërtuar shtëpinë, duke shpresuar se një ditë do ta shlyente me punë e mund. Por vitet kaluan dhe puna mungonte. Borxhet u rritën, ndërsa kreditori i kërcënonte se do t'u merrte shtëpinë. Në netët e gjata të dimrit, Elira dëgjonte nënën që qante fshehurazi. Babai ishte sëmur, vëllai i vogël ishte ende në shkollë, dhe askush nuk kishte më fuqi të përballej me fatin. Kur kreditori erdhi një mëngjes dhe i tha: "Nëse nuk më jepni borxhin deri javën tjetër, shtëpia është e imja." Elira ndjeu se diçka brenda saj u thye. Ajo nuk mund të lejonte që prindërit e saj të mbeteshin në rrugë. Një ditë, një burr i moshuar, mik i kreditorit, i bëri një propozim të tmerrshëm. Nëse Elira pranon të bëhet gruaja e djalit tim, borxhi do të fshihet. Shtëpia do të mbetet e juaja. Heshtje, lutje, dhe më pas, një vendim që do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Elira pranoi, jo për dashuri, por për detyrim, për familjen, për shtëpinë që ishte gjithçka që kishin. Dita e largimit erdhi shpejt. Me valixhen e vogël në dorë dhe zemrën plot frikë, Elira u përshëndet me nënën dhe baban e saj. Lotët rrinin pa pushim, por ajo përpiqej t'i mbante brenda, duke u thënë vetes se po bënte gjithçka për ta. Në fytyrën e saj nuk kishte buzëqeshje, vetëm një vendosmëri të dhimbshme. Shtëpia që kishte parë të rritet, tani ishte e mbrojtur nga sakrifica e saj. Arritja në shtëpinë e burrit të panjohur ishte e ftohtë dhe e largët. Ai nuk e priti me ngrohtësi, e pa si një objekt që do të shlyente një borxh. Çdo hap që bënte brenda atij ambienti i ri ishte i rëndë dhe i huaj. Ajo ndjeu një izolim të thellë, por në zemër e dinte se çdo gjë që po bënte ishte për familjen e saj. Netët ishin më të vështirat. Heshtja e shtëpisë dhe vështrimi i burrit e bënin Elirën të ndjehej e panjohur edhe për vetveten. Çdo lëvizje, çdo fjalë që thoshte, dukej e rrezikshme dhe e padëshiruar. Por brenda saj kishte një flak shprese që nuk mund të shuhej. Një ditë mund të kthehej te familja e saj, te shtëpia e saj, dhe të ndihej përsëri e lirë. Ditët kalonin ngadalë. Elira mësoi rutinën e shtëpisë së burrit, por çdo gjest i tij ishte i ftohtë dhe i largët. Ai nuk kërkonte dashuri, dhe ajo nuk mund të jepte atë që nuk ekzistonte. Një ndjenjë mërzie dhe vetmie e mbulonte çdo orë. Por, ndonse zemra e saj shpesh dridhej nga dhimbja, ajo nuk lejonte që familja e saj të ndjente humbjen e sakrificës së saj. Një ditë, ndërsa po rregullonte dhomën e saj të re, Elira gjeti një letër të vjetër të shkruar nga paraardhësit e burrit. Aty flitej për respektin ndaj gruas dhe për rëndësinë e familjes. Kjo e bëri të kuptonte se mund të kishte një mënyrë për të ndërtuar një marrëdhënie, edhe pse e vështirë. Filloi të përpiqej të kuptonte burimin e ftohtësisë së tij, duke kërkuar një dritë shprese në errësirën që e rrethonte. Por burri nuk ishte i lehtë për t'u fituar. Çdo përpjekje e saj për të afruar zemrën e tij përballej me indiferencën dhe shpërthime të vogla zemërimi. Elira ndjeu se po luftonte jo vetëm për dashuri, por për të ruajtur dinjitetin dhe identitetin e saj. Sakrifica e saj nuk ishte thjesht për borxhin e familjes, por për të provuar se mund të mbjetonte dhe të qëndronte e fortë, edhe në kushtet më të rënda. Një pasdite, burri e thiri Elirën në obor. Fjalët e tij ishin të ftohta, por diçka në tonin e tij ndryshoi. Ai e pyeti për familjen e saj, për jetën që kishte lënë pas. Për herë të parë, Elira ndjeu një shpërthim të vogël ngrohtësie, sikur dera e zemrës së tij po hapej pak. Por ajo e dinte se kjo nuk ishte dashuri, ishte thjesht një shenjë e vogël respekti. Natën tjetër, kur heshtja mbuloi shtëpinë, Elira u ul pranë dritares dhe mendoi për sakrificën e saj. Çdo hap që kishte bërë, çdo lot që kishte derdhur, ishte për familjen e saj. Ajo ndjeu një forcë të re brenda vetes, një vendosmëri që askush dhe asgjë nuk mund ta thyente. Ishte e vendosur të mbante dinjitetin e saj, edhe pse rruga ishte e vështirë dhe e errët.
Ditët kaluan dhe marrëdhënia me saj dhe burrit filloi të ndryshonte ngadalë. Ai nuk ishte ende i afërt, por filloi të respektoi përpjekjet e saj dhe të vlerësonte forcën që ajo tregonte çdo ditë. Elira kuptoi se sakrifica nuk ishte gjithmonë për të fituar dashurinë, por për të mbajtur të gjallë shpresën dhe familjen. Dhe kështu, ajo filloi të ndiej pak më e lirë, duke e ditur se çdo hap që bënte ishte një fitore e vogël, por e madhe për shpirtin e saj. Një mëngjes, ndërsa Elira po kujdesej për punët e shtëpisë, burri i saj e pyeti papritur për ëndrat e saj të vjetra, për atë që kishte dashur të bëj para se jeta ta vendoste në këtë rrugë të vështirë. Pyetja e tij e la Elirën pa fjalë. Nuk e kishte pritur këtë. Një ndjenjë e çuditshme filloi të lulëzonte brenda saj. Ndoshta jo dashuri, por një respekt i heshtur që nuk kishte ndjerë kur më parë. Ditët e mëvonshme, burri filloi të tregonte kujdes të vogël për të. Një çaj ngrohtë kur ajo ishte e lodhur, një vështrim i butë kur ajo punonte. Elira e kuptoi se marrëdhënia e tyre mund të ndryshonte ngadalë. Ajo filloi të kuptonte se nuk ishte vetëm një nuse për borxh, por një grua me forcë dhe dinjitet që meritonte respekt. Dhe për herë të parë që kur kishte ardhur në atë shtëpi, ndjeu se mund të kishte pak ngrohtësi në jetën e saj. Një natë, ndërsa heshte ambulonte gjithçka, Elira shikoi dritën e dobët të hënës që hynte nga dritarja dhe mendoi për familjen e saj. Sakrifica e saj kishte shpëtuar shtëpinë dhe kishte sjellë stabilitet në jetën e prindërve të saj. Por ajo gjithashtu kuptoi se kishte fituar diçka më shumë, një forcë të brendshme që askush nuk mund ta thyente. Ishte një fitore e heshtur, por e përjetshme, dhe zemra e saj filloi të ndihej pak më e qetë. Ditët kalonin, por sfidat nuk ishin zhdukur. Një keqkuptim i vogël me burrin shpërtheu në një debat të ashpër. Elira ndjeu një dhimbje të thellë, por këtë herë nuk ishte vetëm për veten e saj. Ishte frika se çdo gabim mund të rrëzonte shtëpinë që kishte shpëtuar për familjen. Megjithatë, ajo nuk u dorëzua. U përpoq të qetësonte situatën me fjalë të kujdesshme dhe respekt. Pak nga pak, burrit i erdhi e qartë se forca dhe durimi i Elirës nuk ishin të zakonshme. Ai filloi të vlerësonte sakrificën e saj dhe të shihte në të diçka më shumë se një mjet për borxh. Filluan të lindin momente të vogla afeksioni, një buzëqeshje e fshehtë, një vështrim kuptimplot. Elira kuptoi se respekti mund të kthehej ngadalë në një lidhje të vërtetë, edhe pse ndryshme nga ajo që kishte ëndërruar dikur. Një mbrëmje, kur heshtja mbuloi oborrin dhe drita e hënës ndriçonte dhomën, Elira ndjeu një qetësi të pazakontë brenda vetes. Ishte krenare për gjithçka që kishte bërë, për familjen e saj, për sakrificën që kishte bërë dhe për forcën që kishte gjetur brenda vetes. Nuk ishte dashuria ajo që e mbante gjallë, por dinjiteti, respekti dhe shpresa. Dhe kështu, për herë të parë që nga dita kur kishte lënë shtëpinë e saj, Elira ndjeu se kishte fituar diçka që askush nuk mund ta merrte kurrë. Lirinë e shpirtit dhe fuqinë për të përballuar çdo sfidë që mund të vinte. Ditët kalonin, por qetësia nuk zgjati shumë. Një ngjarje e papritur tronditi jetën e Elirës. Një sëmundje e papritur e babait të saj bëri që të gjithë familja të vinte në telashe. Ajo kuptoi se sakrifica e saj nuk kishte mbaruar. Duhej të qëndronte e fortë edhe për të mbështetur familjen në vështirësitë e reja. Zemra e saj rrihte përtej dhimbjes dhe frikës, duke kujtuar se jeta e saj nuk ishte më vetëm për veten. Burrit i erdhi e qartë se Elira nuk ishte vetëm një grua që kishte ardhur për të shlyer një borxh. Ai filloi të tregonte më shumë kujdes dhe mirëkuptim, duke ndihmuar të përballej me vështirësitë e familjes. Çdo gest i tij, sa i vogël që ishte, i sillte një ndjesë ngrohtësie dhe fillonte të thyente akullin e ftohtësisë që kishte mbajtur gjatë gjithë kësaj kohe. Elira kuptoi se sakrifica dhe durimi i saj po shpërbleheshin në mënyra të papritura. Ajo kishte ruajtur familjen, kishte mbajtur shtëpinë të sigurt, dhe mbi të gjitha, kishte fituar një forcë të brendshme të pazvendësueshme. Ishte një fitore që nuk mund të shihej nga të tjerët, por për të ishte gjithçka. Dhe kështu, mes dhimbjes dhe përpjekjes, Elira filloi të ndihej më e fortë, më e qetë dhe më e gatshme për të përballuar çdo sfidë që jeta mund të sillte. Një ditë, një lajm i papritur erdhi nga fshati. Borxhi ishte shlyer, por situata e babait të saj ishte kritike. Elira ndjeu një kombinim dhimbjeje dhe lehtësimi. Sakrifica e saj kishte shpëtuar shtëpinë, por sfidat nuk kishin mbaruar ende. Megjithatë, ajo kishte fituar një gjë të çmuar, forcën për të përballuar çdo vështirësi. Burrit i saj i erdhi e qartë se Elira nuk ishte thjesht një nuse për borxh. Ai filloi ta shihte me respekt dhe vlerësim të thellë. Filluan të ndodhin momente të vogla ngrohtësie, një buzëqeshje, një fjalë kujdesshme, një përpjekje për të kuptuar njëri tjetrin. Ndërkohë,
Elira mësoi se dashuria mund të linte në mënyra të pazakonta, edhe në një marrëdhënie të nisur nga detyrimi. Në mbrëmjet e qeta, kur drita e hënës përhapej në dhomë, Elira ndjeu se kishte arritur një paqe të brendshme. Ajo kishte mbrojtur familjen, kishte përballuar sfidat dhe kishte ruajtur dinjitetin e saj. Ishte një fitore e heshtur, por e përjetshme. Dhe kështu, me sakrificës dhe durimit, Elira kuptoi se fuqia e vërtet nuk matet me pasuri ose pushtet, por me guximin dhe zemrën e një gruaje që nuk dorëzohet kurrë. Pas gjithë vuajtjeve dhe sakrificave, Elira qëndroi e fortë. Ajo shikoi shtëpinë e familjes së saj dhe ndjeu një lehtësim të thellë. Për herë të parë, gjithçka që kishte bërë kishte shpëtuar të dashurit e saj, por ajo nuk ndjeu vetëm lehtësim. Ndjeu edhe krenari për forcën që kishte gjetur brenda vetes. Marrëdhënia me burrin, që kishte filluar si një detyrim i ftohtë, kishte ndryshuar ngadalë. Ai mësoi të respektojë dhe të vlerësojë sakrificën e saj, dhe mes tyre lindi një respekt i heshtur, një ngrohtësi e vogël që filloi të mbushte boshllëkun e vetmisë. Elira kuptoi se jeta nuk është gjithmonë e drejtë, dhe dashuria nuk gjithmonë vjen në formën që ne ëndërrojmë, por ajo kishte fituar diçka më të rëndësishme: forcën për të qëndruar e vërtet ndaj vetes, durimin për të përballuar çdo sfidë, dhe shpresën që, pavarësisht çdo sakrifice, jeta mund të çojë drejt një paqeje të heshtur dhe të çmuar. Në fund, ajo nuk ishte thjesht një grua që kishte shlyer një borxh. Ajo ishte simboli i guximit, i dashurisë për familjen dhe i fuqisë së brendshme që nuk thyhet kurrë.